Grisha, 17 vjeç, nga qyteti i Zurichut. Vazhdoj gjimnazin dhe jam maturant. Prej 8 vitesh unë merrem me futboll dhe bëj pjesë tek ekipi i qytetit Turbina. Gjithashtu prej 2 vitesh jam pjesë e qendrës multifunksionale të qytetit. Shkaku që jam bërë pjesë e qendrës kanë qenë aktivitetet që lidheshin drejt për drejt me të rinjt. Një ndër aktivitetet e shumta që jam bërë në qendër lidhet me dhunën në bazë gjinore. Pjesë e programit të japim fund dhunës në bazë gjinore në Shqipëri. Një ndër punët e bëra është dhe kjo moralja që është në hyrje të kinemas, kur çdo person që viziton kinemas është gjëja e parë që sheh. Edhe në Cerrik patjetër është e pranishëm dhuna, por në një nivel më të ulët, por shpeshherë njerëzit janë të frikësuar dhe të trembur dhe nuk dinë se kur të referohen. Ndaj është i rëndësishëm mirë informimi dhe të dinë ku të drejtohen në rast të dhune. Si futbollist e kam vënë re që dhuna në stadiume shpeshherë është e pranishme, si ajo me bazë gjinore dhe lloje të tjera të dhunës. Gjithashtu dua të theksoj një rast kur ndeshja arbitrohet nga një femër, shpeshherë tifozët përdorin fjalë fyese dhe ofenduese ndaj tyre. Por unë mendoj që futbolli duhet përdorur si një mjet sensibilizues për të shpërndarë mesazhe kundër dhunës dhe jo për ta përhapur.